6 tender për dezinsektimin e zonave bregdetare janë shpatur me një vlerë totale rreth 1.9 milion euro, me fonde limit dukshëm më të larta se në vitin 2025. Përveç 5 loteve të ndara sipas qarqeve, është shpallur edhe një procedurë tjetër me objekt të njëjtë dhe vlerë 870 milion lekë, duke krijuar dyshime për mbivendosje dhe fryrje artificiale fondesh. Rreth 80% e tenderve të këtij institucioni rezultojnë me flamur të kuq, por drejtuesja e tij vijon aktivitetin pas një hetim penal. Çështja kërkon verifikim financiar dhe penal mbi përllogaritjen e kostove dhe përfituesit real. Drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara, Arlinda Pogaj, e cila shpall dhe zhvillon shumicën e tenderve me vlera të mëdha monetare, nuk po hetohet, megjithëse ekzistojnë indicie serioze për shkelje procedurale dhe favorizim kompanish. Ajo nuk po preket, edhe pse rreth 80% e tenderve të zhvilluar nga institucioni që drejton kanë rezultuar me flamur të kuq për shkak të specifikimeve teknike në favor të kompanive të përcaktuara fituese, fondeve limit më të larta se kostot reale dhe pranimit të ofertave shumë pranë fondit limit. Me fonde limit më të larta se kostot reale dhe me specifikime që favorizojnë kompani të caktuara, drejtoresha Arlinda Pogaj ka shpallur edhe 6 tender të ndarë në 6 lote me objekt dezinsektimin e zonave bregdetare. Tenderi i parë, dezinsektim në zonat bregdetare të qarkut Vlorë, fond limit 200 milion lekë me TVSH. Tenderi i dytë, dezinsektim në zonat bregdetare të qarkut Fier, fond limit 180 milion lekë me TVSH. Tenderi i tretë, dezinsektim në zonat bregdetare të qarkut Durrës, fond limit 135 milion lekë me TVSH. Tenderi i katërt, dezinsektim në zonat bregdetare të qarkut Tiranë, fond limit 283 milion lekë me TVSH. Tenderi i pestë, dezinsektim në zonat bregdetare dhe urbane të qarkut Shkodër, fond limit 72 milion lekë me TVSH. Tenderi i gjashtë, dezinsektim në gjitha zonat bregdetare me fond limit edhe 870 milion lekë të tjera me TVSH. Të 6 tenderët kapin një vlerë totale rreth 1.9 milion euro. Ato janë shpallur më 13 shkurt 2026 dhe do të zhvillohen më 17 mars. Vlerat e fondeve limit për këto 6 procedura janë përllogaritur rreth 30% më të larta se të njëjtë tender të shpallur për të njëjtin shërbim në vitin 2025. Përveç tenderve për dezinsektim në 5 zona bregdetare me fond total 870 milion lekë, është shpallur edhe një tender i gjashtë me objekt të njëjtë shërbimi dhe me vlerë tjetër 870 milion lekë me TVSH. Tenderi i gjashtë krijon dyshime të forta për mbivendosje e procedurash dhe për një skemë të mundshme përvetësimi fondesh në maskën e të njëjtit shërbim dezinsektim i zonave bregdetare. Në logon e kompanisë Megatek është vendosur thirrja bëje mirë bëje vet, referuar akuzave që qarkullojnë mbi aktivitetin e saj. Pronari Dionis Teqja duket se vepron sipas vullnetit të tij, pa u ndalur nga institucionet ligjzbatuese. Gjatë 23 viteve aktivitet, për asnjë shkelje të pretenduar ligji dhe për asnjë rast me pasoja për jetën e punonjësve, Dionis Teqja dhe kompanitë e tij nuk rezultojnë të kenë marrë ndëshkim penal përfundimtar. Rasti i parë, në kompaninë Megatek u konstatuan punësime të miturish të moshave 13 deri në 16 vjeç, të cilët kryenin punë të rënda fizike. 2 prej tyre, Alla 14 vjeç dhe Kodusha 16 vjeç, u aksidentuan në rënd pas një rënjeje nga rreth 12 metra lartësi. Sipas denoncimeve familjare, ata u dërguan për trajtim mjekësor pa njoftuar menjëherë autoritetet. Policia regjistroi procedim penal për punësim të miturish e fshehje të ngjarjes, por më pas emri i Dionis Teqes u hoq nga dosja dhe përgjegjësia u zhvendos tek një punonjës magazine. Inspektoriati i punës paraqiti raport që i konsideronte të plagosurit si madhor dhe të punësuar sipas ligjit. Rasti i dytë, Dionis Teqja u kallëzua për dhunë fizike ndaj 2 shoferëve dhe për marrje të mjeteve të transportit të City Park. Çështja u procedua fillimisht, por më pas u pushua. Rasti i tretë, një 32 vjeçar humbi jetën gjatë punës në ambientet e Megatek. Policia procedoi Dionis Teqen si person përgjegjës për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Brenda 24 orëve, emri i tij u hoq nga dosja dhe përgjegjësia u kalua tek një punëtor 61 vjeçar. Çështja u pushua. Fakte mbi kompanitë lidhura me Dionis Teqen. Sipas informacioneve të siguruara nga burime pranë institucioneve fiskale dhe ligjzbatuese, disa nga kompanitë lidhura me Dionis Teqen kanë pasur mungesë bilance shtatimore ose deklarime me humbje të vazhdueshme. Megatek, krijuar më 17 mars 2007, aktivitet import-eksport mallrash industriale pa bilance të dorëzuara që nga viti 2022. Spartan Security, 29 janar 2002, raporton humbje pa bilance që nga 2021. Teqja International, 2 qershor 2004, import-eksport pa bilance që nga 2023. TNT Express Albania, 30 janar 2022, shërbime postare pa bilance. Global Invest, Ish Global Construction, 13 shtator 2006, ndërtim pa bilance që nga 2023. Het Speqin, 27 shkurt 2007, prodhim energjie, ka raportuar bilanc vetëm për vitin
2008 me humbje. Hydropower Peqin, 1 dhjetor 2011, ndërtim hecesh, bilance vetëm për 2011 dhe 2019. Mercato Italia, 19 janar 2023, produkte ushqimore pa bilance. Fashion Avenue, 22 mars 2023, tregti mallrash industriale pa bilance. Alien House Shah, 28 gusht 2023, magazinim mallrash. Dy pyetje që kërkojnë përgjigje. Çfarë roli ka shtetasi grek Apostolos Pefkos, zotruesi 0.1% aksioneve në Megatek? A ka pasur operacione financiare të dyshimta në bashkëpunim me institucione bankare dhe agjenci doganore? Në vitin 2023, kur erdhi në pushtet, Edi Rama mblodhi pas vetes shumë figura të rëndësishme të Partisë Socialiste, por jo vetëm. Sot, pas 13 vitesh në krye të qeverisë, ai rrethohet nga Zeqinet dhe Sarat, pasi të gjithë besnikët i ka larguar. Tani e braktisi edhe Angela Gaçi, i cili ka bërë gjithë të zezat e kryeministrit, ashtu edhe Vali Bishga iku nga shefi kabineti, dhe të dy Rama i zëvendësoi me figura shumë pak të njohura. Gaçi dhe Bishga janë të fundit e një liste të gjatë personazhesh, të cilët Rama i ka afruar kur ka pasur nevojë e më pas i ka larguar. Në vitin 2013, Rama largoi Arben Ametaj, një nga figurat më të vyera të PS-s, dhe me kontribut të shquar në politikë e financë. Malaj më vonë u zgjodh antari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, por akmarrja e Ramës ishte aq e keqe sa ndërhyri dhe e shkatroi. Por spastrimi më i thellë ndodhi në vitin 2017, pasi Rama largoi gjithë kritikët, duke filluar nga Ben Blushi, Arta Dade, Valentina Leskaj, Namik Dokle, Koço Kokdhima, Mimoza Afisi e të tjerë, ndërsa në vitin 2021 Rama largoi Ditmir Bushatin, Gramoz Ruçin, Musa Ulqinin, Anastas Angelin, Spartak Braun e të tjerë, ndërsa në vitin 2023 largoi Pandeli Majkon dhe Mimi Kodhelin, dy figura me karrierë të gjatë në PS. Figurat më lart janë me kontribut të lartë në PS, por ka shumë të tjerë që ishin të afërt me Edi Ramën dhe sot janë ose në burg, ose në arrati, ose të harruar diku. Sajmir Tahiri ka qenë një nga njerëzit më të vlerësuar të Ramës, por ai ishte kurbani i parë i tij në qeveri. Pashtu Rama sulmoi madje Burgosi, shpëtim Gjikën e Vlorës, me të cilin ka pasur raporte vllazërore. Kjo përplasje vijoi më pas me Dritan Lelin, ku pati pafund përplasje dhe tensione. Rama tentoi ta godiste përmes drejtësisë, por nuk e kapi dot në shkelje. Arben Ametaj është një tjetër figurë e rëndësishme. Ametaj ka qenë një nga njerëzit më të afërt të Ramës, por kur erdhi puna, kryeministri e largoi dhe tentoi ta hidhte në gojën e drejtësisë së re. Ndryshe nga të tjerët, Ametaj e kuptoi skemën dhe u largua. Erion Velia jo shembulli i radhës. Edhe me të, Rama ka patur raporte shumë të mira, por në fund e bëri peshqesh tek SPAK. Emri tjetër është Belinda Balluku, ku sinjalet janë se Rama po ndjek të njëjtën skem, por do duhet të presim. Pa folur pastaj për Lefter Kokën, Safet Gjitsin dhe një numër të madh krerësh bashkish, apo zyrtarësh që kanë përfunduar në Netim apo në burg. Pra sot Edi Ramës i kanë mbetur vetëm Zeqineja dhe Sara Mila, pasi edhe Erion Braçi ka dalë kundër. Ndërkohë ka pas vetes edhe disa që i thurin vetëm lavde, të cilët nuk i bëri deputet, por i ka shpërblyer me poste të tjera, dikë drejtor e dikë ambasador, ndërsa me disa të tjerë afrohet kur ka interesa, si rasti i Kokdhimës. 49 vjeçari Klodian Lekocaj, i njohur edhe me emrin Klod Sara, vijon të jetë në qendër të hetimeve të autoriteteve greke për veprimtari të dyshuara kriminale brenda sistemit penitenciar. Së fundmi, ai ka firmosur një deklarat me shkrim ku pranon se ka dhënë urdhrin për sulmin me thik ndaj 46 vjeçari Dimitër Meçi, i ndodhur në 29 janar 2026 në burgun e Malandrinos. Në deklaratën e tij, Lekocaj shprehet: "Kërkoj të merrem në pyetje për sulmin ndaj Dhimo Meçit në 29 janar 2026 në Malandrino. Unë e dhash urdhrin për sulmin, nuk duhet përzihet asnjë që nuk ka faj. Mund ta vërtetoj vetëm nëse për ndonjë arsye nuk mund të më ftoni." Paralelisht me këtë zhvillim, policia greke ka zhvilluar një operacion brenda burgut, ku ndodhet Lekocaj, duke zbuluar një rrjet organizuar për futjen e lëndëve narkotike në qeli. Sipas hetimeve paraprake, Lekocaj dyshohet se vepronte si organizator dhe drejtuesi një organizate kriminale, duke koordinuar furnizuesit, transportin, importimin dhe shpërndarjen e drogës brenda qendrës së paraburgimit, si dhe menaxhimin e të ardhurave nga shitja. Në pranga përfunduan edhe 3 persona të moshave 27, 23 dhe 20 vjeç, ndërsa në dosje përfshihet edhe një person tjetër. Klod Sara, alias Klodian Lekocaj, 48 vjeç, një personazh kontrovers, është kthyer në qendër të vëmendjes vitet e fundit për shkak të etiketimit nga media greke si kreu i të ashtu quajturës mafia e burgjeve. Se sa realisht ai është i tillë, kjo nuk dihet, pasi vetë ai në daljet publike në media e konsideron veten të varfër, të pafajshëm, të përdorur, ndërkohë që fakte, dëshmitë dhe përgjimet që disponon policia greke të çojnë drejt mendimit se realisht Lekocaj
ka pasur dhe ka ende një rol të rëndësishëm në botën e nëndeshme të grupeve kriminale shqiptare dhe greke. Lekocaj shpesh në përpërgjime e dëshmi ka dalë se çuditshëm ka lidhur fije të grupeve kriminale duke u vënë ose atyre ose vetes në dispozicion vrasës me pagesë. I tillë ishte edhe rasti i 14 shtatorit 2022 kur policia greke arrestoi rastësisht dy shqiptarët Viktor Çala 39 vjeç dhe Andi Beqiri 23 vjeç. Ata u kapën në Athinë pasi në automjetin e tyre u gjetën të fshehura 2 kalashnikov dhe një thik, ndërsa në banesë një pistolet. Hetimi i policisë zbuloi se Çala ishte autori i vrasjes së një shtetasi grek dhe tentativës së vrasjes së një shqiptari, të dyja ngjarje të ndodhura në muajin korrik 2022. Për vrasjen e grekut, ai deklaroi se ishte urdhëruar nga Klodian Lekocaj për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Kështu 48 vjeçarit, i cili në kartelat greke njihet edhe si Luli apo Ilia, ju shtua atëherë edhe një akuzë tjetër pas akuzave të mëparshme për urdhërimin e vrasjeve të avokatit grek Miksali Zafiropoulos, të burgosurit Arbër Bako, të burgosurit Bardhyl Tusha, për fshirjen në tentativën e vrasjes së një pakistanezi, gjovonje ndaj ish-ministrit grek Dimitri Covola, ndihmë në arratisjen e të burgosurve Leonard dhe Elvis Pepa e të tjerë. Lekocaj në fakt veç urdhrave ka precedente dhe si autori drejt për drejt. Fillimisht është arrestuar në 97 për vjedhje. Në 2003 ishte arratisur nga burgu i Volos, ndërsa në 2005 në Agio Panteleimona plagosi me armë zjarri në bark një shqiptar, e më pas në të njëjtin vend në 2006 bashkë me dy shqiptar plagosi me thik një bashkombas të tin. Në 2013 u arrestuar për trafik droge dhe vjedhje dhe u dërguar në burgun e Korfuzit ku pasi mori leje, u arratis në 2014 dhe pas disa ditësh bashkë me Arbër Bakon mori pjesë në tentativën e grabitjes me pasojë plagosjen e një egjiptiani, ndërsa në 31 tetor 2014 bashkë me Arbër Bakon, Olti, Dulce dhe një polak kryen një vrasje në zonën e Metaksurgios. Përfundimisht Lekocaj u arrestua në nëntor 2014 në Sepolia, në shoqërinë e Edhim Omeçit. Arrestimi i tyre erdhi pas ngjarjes së Mikrolimanos ku Arbër Bako me një kalashnikov plagosi disa klientë të një lokali në zonë. Klodian Lekocaj është përmendur të ketë pasur lidhje edhe me shqiptarët Elvis Bogdani dhe Ari Papa, të ekzekutuar më parë në Greqi. Në 2019 Lekocaj u akuzua se rekrutoi një vrasës me pagesë nga Shqipëria për të ekzekutuar një pakistanez, ndërsa në mars 2023 ndaj Lekocajt u ngrit akuzë për gjovënie 100.000 euro ndaj një biznesmeni grek. Në prill 2025 Lekocaj u akuzuar për porositjen e atentatit ndaj shqiptarëve Kristiani Stefa dhe Florian Bajraktari, ndodhur më 23 shtator 2024.